njerëzit, do me thënë të cilët e fillon këtë nismë, për momentin shumica e tyre nuk janë mesin tonë. Dhe ajo nostalgji e imja ndaj atyre njerëzve, ndërta është edhe ndjeri Shpend Postina kur e mbaj mend hera e parë kur edhe pse ne paraprakisht njiheshim në formën familjare. Prindrit tanë ishin shok, po atë ditë në skenë herë e parë kur u paraqita unë isha ende adoleshente, isha viti 2 në gjimnas. E mbaj në shfaqje. Isha i ftuar në shfaqjen Betejë me dy tela ku regjinë bëri Refet Abazi, dhe kur hyra unë aty, më la për shtypje fjala e të ndjerit Shpend Postina kur tha: "Shiheta kush vjen si John Wayne." A unë John Wayne e kisha si një figurë që se si fëmijë unë jam edukuar me filma western, me filma shumë produktiv. E kështu me radhë, mos të marrë kohë më shumë, dua të them se të gjitha hapat janë të kryer dhe nisma gjeneza ka qenë prej asaj gjenerate, po më vjen keq të them, ajo energji që ka qenë atëherë me atë ekip në krye me Shpend Postinën, me Naim Kasapin, me të ndjerin Ejupin, ish drejtorin e Pallatit të Kulturës, Xhemali Meazin. Meazi e kish me emrin mos gaboj. Nuk më kujtohet tash. Okej. E kështu me radhë.